Drama e pazgjidhur nga Big Brother është raporti që ka Gjesti me Eglin. E përsa ka ata ende nuk e kanë ndarë me publikun, sigurisht që interesimi i audiencës për të parë se çfarë bën çifti i tyre i preferuar është i madh. Nisu dhe nga Prime ose më saj nga post Big Brother i së shtunës ku unë bajt live, unë pash një lloj ftohtësie në raportin e Gjestit dhe me Eglit. Ajo Egli e cila e kemi thënë që është një mjeshtre e fjalës dhe artikulacionit, nuk e tregoj le të themi se si është raporti i tyre me të vërtet, por e latë në pikë pyetje ose më saktë nuk tentoj ose nuk dëshiroj që të jepte informacione duke thënë që këtë pjesë tani duam ta mbajmë private. Sigurisht ata do të japin sinjale apo le të themi do të provokojnë me statuse apo me sjellje të tyre në rrjetet sociale, kjo padyshim që do të ndodh, po tani po e lëm paksa në hije. Unë pash një ftohtësi edhe pse Egli pretendon që ata kanë një lloj le të themi marrëdhënie, janë takuar, por besoj që një çift që kanë pëlqim apo kanë le të themi një lloj ndjesie për ta rritur këtë ndjenjë, për ta çuar në një lidhje të shëndetshme, nuk takohen për qëndrojnë bashkë. E ky qëndrim me sa duket po mungon në çiftin në thonjza Gjesti dhe Egli. Sigurisht që ata e treguan në një formë në një tjetrën që din të jenë atraktiva apo din le të themi të shkaktojnë drama dhe në të njëjtën kohë din edhe të qëndrojnë në heshtje në lidhje me raportin e tyre siç qëndruan në post Big Brother. Nga ana tjetër, një marrëdhënie e cila është ndërlikuar që nisi në Big Brotherin VIP Kosova 3, fjalën e kam për Xhenetën, e cila është opinioniste në e diell, ku aty ka komentuar çdo të diel, le të themi zhvillimet në Big Brother e më së shumti Gjestin. Është përfolur për një takim midis tyre në ambientet e Top Channel, por nuk ka pasur një takim le të themi të mirëfillt, pa thjesht ndoshta një shkëmbim sysh. Të gjithë e dimi impaktin që ka Xheneta në rrjetet sociale dhe emri i saj në shumë raste është edhe keq përdorur duke hedhur balt, por më së shumti interes ka se si mund të jetë një lloj ballafaqimi i saj me Gjestin, pasi duhet të jemi të sinqertë, ata nuk e kanë ndarë dhe nuk e kanë sqaruar raportin e tyre që lindi brenda shtëpisë së Big Brotherit, edhe pse Gjesti në një formë apo në një tjetrën i injoroi kur ishte në Portokalli, duke thënë kush është kjo, apo çdo se nuk kry me të, por nga ana tjetër një lloj le të themi një lloj flirti apo një lloj tërheqje ata e kanë, edhe pse mohojnë, edhe pse Xheneta thosë se unë jam në një lidhje dhe nuk shikon asnjë të ardhme me Gjestin, por nga ana tjetër në sytë e publikut ata janë ende dy banorë interesant që komentojnë dhe që shkaktojnë dinamika në rrjetet sociale, në media në roze. Padyshim për sa kohë emri i tyre shet, të dyja palët mundohen le të themi në një formë apo në një tjetrën, duke lënë pikë pyetje apo duke hedhur thumba injorime apo provokime që ta përdorin këtë hapësirë mediatike, dhe kjo është në interesin e tyre, se për sa kohë që flitet edhe karriera e tyre e Gjestit në anën tjetër i shkon vaj, e ndihmon apo jep edhe një shtys për ta bërë më shumë kurioz publikun se çfarë do të sjellë ai me projektet e tij muzikore. Por në të gjithë këtë mesele me drama e do apo se do, është futur edhe Mario, instruktori palestrës, me të cilën Egli thuhet se ka pasur një lidhje por që nuk është pranuar nga të dy, por një provokim ky Mario i famshëm e dha në Instagram, duke vendosur në thonjza instruktor palestre, kjo e diela 20 gradë. Këtu në një formë apo një tjetrën ai le të themi holli kunja mbi deklaratën e Eglit që tha që ka qenë thjesht një instruktor palestre, e nga ana tjetër nuk është se ka qenë thjesht një instruktor palestre me Eglin, pasi fotot që kanë qarkulluar në rrjetet sociale tregojnë që ata të dy kanë pushuar dhe bashkë gjatë verës së shkuar, apo janë parë dhe në Itali duke reklamuar produkte të një marke shqiptare. Pra nuk ka qenë thjesht një instruktor palestre, dhe Mario këtë e ka ironizuar me një story në Instagram të dielën. Me sa duket kemi të bëjmë me 4 persona që janë përfshirë në një lloj kompleksi, në një lidhje e cila nuk dihet se me kë, si kush apo se si të përfundoj, por për sa kohë kanë le të themi një lloj audiencë apo shkaktojnë të publiku një kimi apo një interes për të lexuar dhe personazhe që shesin, pa diskutim ata do të provokojnë dhe do të jenë në qendër të vëmendjes me çdo situatë, qoftë edhe kur nuk ka diçka reale, do të bëjnë për të qenë në qendër të vëmendjes.